Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi sot para gazetarëve detaje të reja në lidhje me programin e Partisë Demokratike në nxitje të prodhimit vendas. Ai tha se pas ardhjes në pushtet pas zgjedhjeve të 11 majit, do të shfuqizohet taksa 3% e strehimit social mbi çmimin e shitjes. Gjithashtu taksa e ndikimit në infrastrukturë do ulet nga 18% e çmimit të shitjes në 2% të preventivit. Berisha u shpreh se TVSH-ja do të ulet në 15%. Programi synon të nxis prodhimin në Shqipëri të ndez motorët e një prodhimit që po shuhen, po bien nga viti në vit, në mënyrë të pandalshme. Do t'ulet numri shkallëve të ndryshme tatimore, vendoset taksa e shesh 10%, mbi kapitalin, mbi të ardhurat nga puna me përjashtim të 50.000 lekëve të para, nuk do të atohen, rroga minimale s'do ketë. Taksa e shesh 10% mbi të ardhurat jo nga paga, 0 taksim për profesionet e lira dhe bizneset e vogël, tavani vjetor për tatim fitimin 0 për bizneset e vogël, 18 milion lek apo 500 euro xhiro në ditë, kufiri përjashtimit nga TVSH-ja 18 milion lek xhiro vjetore apo 500 euro në ditë, TVSH-ja do ulet, iken tabuja 20%, ulet në 15%. Taksa e ndikimit në infrastrukturë do t'ulet nga 8% e çmimit të shitjes në 2% të preventivit. Dr. Berisha ironizoi programin e Partisë Socialiste që sipas tij është kopjim i programit të Partisë Demokratike pas rënies drastike në pikë në sondazhet të Partisë Socialiste. Kopjimi i programit të Partisë Demokratike nga Edi Rama erdhi pas rënies dramatike të sondazheve të pikëve të tij në sondazhe, mbasi shqiptarët i përcollën me neveri programin e tij për Zhapi, Hardhuc, Zhaba dhe Thithilopa, e përcollën me neveri keqpërdorimin e Bravs për të hutuar shqiptarët dhe konstatoi se shqiptarët janë të interesuar, jetësisht të interesuar për pensionet, për rrogat, për luftën kundër korrupsionit, pra për mirëqenien e tyre.